Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. I papritur, mbyllet në mënyrë të parakohshme sezoni 3 i Fermës. Edhe pse në nisje të këtij rrugtimi televiziv ishte paralajmëruar me të madhe se reality show këtë vit do të zgjas plot 100 ditë, planet në produksion po kthehen tek sezonet e mëparshme. Burimet bëjnë të ditur se Ferma do të mbyllet në termat e sezoneve të saj të mëhershme, duke zgjatur 80 e ca ditë në total. Data zyrtare që po qarkullon për finalen e madhe është mesi muajit qershor, ku 15 qershori ose 19 janë si opsione finale të ndarjes së çmimit të madh. Ky vendim ka ardhur mes të tjerash edhe për një arsye shumë strategjike. Nisja e sezonit të nxehtë të verës, por mbi të gjitha ethet e kampionatit botror të futbollit që mbërthejnë audiencën para ekranit, e bëjnë më të vështirë vazhdimin e programit deri në korrik. Produksioni duket se ka zgjedhur kohën ideale për ta mbyllur siç duhet në kulmin e shikueshmërisë, duke i lënë fermerët të shijojnë finalen përpara se vëmendja të zhvendoset tërësisht tek sporti.